Paralajmërua në fund të tetorit, por gjithçka mund të ndodhë deri në fillimin e bigut të Kosovës. Të gjithë janë gati ekskluzivisht për qenë pranë ekraneve sepse mezi e kanë prit. Ky edicion duket se do t'jetë flak, e madje në zum nga burimet e saj ka siguruar disa nga emrat që do të bëhen pjesë e garës. Shkurte Haxhiu është njëra nga banorët që mësohet se ka nënshkruar kontratën për të bërë banore në shtëpinë më të famshme në Kosovë. Por kush do t'jetë pranë saj? Emri tjetër është dhe ai këngëtarit nga Ferizaj, mentor Haziri, që tashmë ka konfirmuar. Se befasi për të gjithë do të jenë dy emrat që po i zbulojnë tani. Është ai Shëndret Lumit dhe Shpat Krasniqit, dy gazetare dhe prezantuesit më të njohur të showbizit në vend. Dita dhe Benita deri tani thuhet se dhe ata do të jenë bashkëbanues me emrat që sapo i përmendëm. Në portalin Zoom.biz kemi publikuar një lajm ku producenti i këtij formati Olsa Muhamedi i ka njohur shikuesit dhe ndjekësit e saj me pamjet e shtëpisë, duke thënë: "O mezi po presim edhe ne, mos mendoni vetëm ju, Big Brother VIP Kosova 4 po vjen." Kjo i bie që të gjithë të jenë oneste derisa të zbulohen emrat, që emi shnosh rahat do t'i kemi çdo ditë lume në krye të mediave roz. Nga zhvillimit e fundit dhe nga kjo video prej që Por të kalojmë tani edhe tek opinionistët që po përflitet se do t'ulën në koltukun e mendimeve, që me raste din të shkaktojnë tërmet tek banorët, e madje din që nuk mungojnë as të lashe. Komentet ja do t'lë tani. Në rrjetet sociale së fundmi u qarkulluan emrat Leonora Jakupi, Dalena Buze, Baldrin Saiti, por dhe Milaim Zeka, i cili ishte opinionist edhe në edicionin e kaluar. Pak por e sigurt, Alaudin Hamiti në krah do ta ketë Jonida Vokshen. Përndryshe, edicioni 4 i Big Brother VIP Kosova pritet me fillu të premten e 31 tetorit, ose nëse ka përsëri ndrim të datës, i bie të jetë të premten e parë pas balotazhit të 9 nëntorit. Pra me 14 nëntor. Gjithsesi, Zoom do t'ju mbajë të informuar në lidhje me këtë temë.